Pse macet pëlqejnë të pinë ujë në çezm? Shumë mace shpesh e injorojnë ujin në vendet që vendosen nëpër tasa dhe preferojnë ta pinë atë nga rubineti, edhe ka disa arsye pse ndodh kështu. Edhe pse macet janë gjuetar të shkëlqyer, ato shpesh nuk e njohin ujin e ndenjur si një burim të pishëm. Kur uji nuk lëviz, macet e kanë më të vështirë ta vrejnë atë. Për shkak të kësaj, ato shpesh përdorin putrat e tyre për të lëvizur ujin dhe për ta bërë atë më të dukshëm. Uji që rrjedh nga shatërvani është më i lehtë për t'u parë dhe tingulli që lëshon gjithashtu i ndihmon ato ta njohin atë. Ndonse shumica i vendosin maceve tasa me ujë mbështetur pas mureve, megjithatë macet nuk janë të kënaqura me këtë. Kur duhet t'i kthejmë shpinën pjesës tjetër të dhomës ndërsa pinë, ato ndihen të pambrojtur sepse instinktivisht mendojnë se janë të ekspozuar ndaj rrezikut të mundshëm, edhe nëse janë një mjedis të sigurt. Disa mace preferojnë gjithashtu ujin e rubinetit sepse është më i freskët dhe ka një shije më të mirë, gjë që i tërheq më tej. Disa të tilla si macet bengal apo manekun kënaqen duke luajtur me ujin, kështu që uji i rrjedhshëm është argëtues për to, së bashku me pirjen. Pra, edhe pse në pamje të parë duket e çuditshme që macet zgjedhin ujin nga rubineti, instiktet, zakonet dhe preferencat e tyre kanë shpjegimin e tyre logjik.